Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi ndryshe në qendrën rinore të Korçës u hap ekspozita Dua mundem krijoj, një aktivitet i dedikuar promovimit të fuqizimit, kreativitetit dhe përfshirjes sociale. Ekspozita mlodhi së bashku të rinj, prindër, profesionistë të fushës, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale, të cilët patën mundësinë të njohin nga afër talentet dhe punimet artistike të realizuara nga persona me aftësi ndryshe që frekuentojnë qendrën ditore të zhvillimit Atelje. Së bashku me qendrën rinore organizuam aktivitetin Dua mundem krijoj. Këto nuk janë thjesht punime, nuk janë thjesht piktura. Këto punime janë të realizuara me shumë dashuri, me shumë talent, ka brenda shumë frymëzim dhe mbi të gjitha ka brenda shumë dashuri. Pikërisht ajo që duhet na bashkojë është diversiteti. Dhe ju ftoj të gjithëve të bëhemi bashkë dhe të blejmë diçka nga ekspozita për t'i motivuar dhe për t'i dhënë optimizëm kategorisë të persona me aftësi ndryshe. Këshilli i Qarkut i ka mbështetur të gjitha kategoritë në nevojë dhe edhe këtë kategori ishim duke folur me drejtoreshën e qendrës për të patur aktivitete gjatë vitit 2026 dhe unë do të mundohem si kryetari i Këshillit të Qarkut që t'i përfshij në buxhetin e vitit 2026 sa më shumë aktivitete që të mundemi. Ekspozita Dua mundem krijoj vjen si një shembull i mënyrës se si arti mund të shërbejë si urdhëlidhse mes komunitetit dhe personave me aftësi ndryshe, duke ndërtuar një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe më të ndërgjegjshme.